e keni lëvizjen vetëvendosje, ku brenda janë edhe partnerët tonë, Partia Guxo, Partia Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristjane e Kosovës. Këta që Kurti po i përmend, pos lëvizjes vetëvendosje, janë po ashtu të gjitha subjekte politike veç e veç. Por ai e tregon me krenari se janë bërë bashkë, një blok i vetëm dhe i kanë fituar zgjedhjen. Për ta votuar atë që është zgjidhje, lëvizjen vetëvendosje me partnerët tonë, Partin Guxo, Partin Alternativa dhe PSHDK-n, dhe në këtë mënyrë e keni mbajtur gjallë e lartë shpresën e popullit, por edhe punën tonë që i shërben popullit. Pra bashkimi, siç tregon prralla e vjetër dhe siç e thotë edhe Kurti, përbën në politikë diçka të pëlqyeshme që çon deri në fitore. Por se në shumë raste Kurtit posa i futet nevoja përdere, logjika i del për dritare. Kur nuk bëhet fjalë për vetëvendosjen e për partnerët e tij me cilët bëhet ky bashk, automatikisht bashkimin e reklamon si diçka të keqe, gati të palejueshme. Tashmë kemi një entitet të konsoliduar politik, do thosha, që është bloku opozitar, përkundrejt qeverisë dhe lëvizjes vetëvendosje. Pra, veç pak sekonda më herët, e dëgjuam duke i lavduar bashkimin. Dhe tash bashkimi bëhet i tmerrshëm, nëse atë e bëjnë kundërshtarët e tij. Në fakt, PDK, LDK e AK as nuk janë bërë bashkë siç janë bërë bashkë vetëvendosja, Guxo, Alternativa e të tjera. Se s'ka opozitë të bashkuar e tregon edhe shkurti 2025-s, kur partitë opozitare nuk u bashkuan për ta bërë qeverinë, përkundër se numrat i kishin. Është krejt e çuditshme, gati lodhse, ta dëgjosh kryeministrin e vendit vazhdimisht duke bërë deklarata jo veç të ndryshme për të njëjtën çështje, por edhe të kundërta. Por Kurti nuk e bën pa qëllim. Kur ai bën marketing bashkimit fiktiv të opozitës dhe këtë bashkim e prezanton si diçka të gabuar, ai e bën nga frika se mos po ndodh realisht. Një bashkim i opozitës do të ishte në favor të tyre e jo e kundërta. Do të prezantonte fuqi konkrete përballë një partie fituese të fortë në numra. Por fatkeqësisht një pjesë e tyre nuk e kuptojnë dot, prandaj vrapojnë të arsetohen se Albin Kurti i ngacmon me fraza. E Kurti, duke e njohur këtë frikë të tyre, ngacmimin e bën vazhdimisht. Këta po dojnë me bobre, normal, po dojnë në ashtimin e thes, LDK-ja, PDK-ja, AKU, Allah s'keni gjotë përbashkë me ta, ma shonjët përbashkë ata të mes vetis, sa që kemi një lidhje me ta.